Partia Socialiste ka përgati paketën e re të ndryshimeve në kodin rrugor me fokus forcimin e masave ndoshkuese për drejtuesit që shkelin rregullat e qarkullimit. Propozimet janë firmosur nga kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Dyballa, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja dhe deputeti Erion Braçe. Nisma vjen pas aksidentit të rënd në Durrës ku humbën jetën 2 të mitur, ngjarje që riktheu debatin mbi nevojën për masa më të ashpra ndaj shkelësve të kodit rrugor. Sipas draftit të depozituar në kuvend, drejtuesit e automjeteve që kapen me nivel alkooli mbi normën e lejuar dhe që rezultojnë të ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në gjendje të dehur, do të humbasin përgjithmonë lejen e drejtimit, po ashtu hiqet mundësia që patentat e bllokuara përkohësisht të rikthehen përmes pagesës. Ndryshime janë parashikuar edhe për persona që drejtojnë automjetin pa patent. Sipas propozimeve atyre do të shtuhet me 1 vit e drejta për të pajisur me leje drejtimi, ndërsa për të miturit afati shtyhet me 2 vite nga momenti kur fitojnë të drejtën ligjore për të marrë patentën. Paketa vendos kufizime të reja dhe për shoferët e rinj. Në 3 vitet e para pas pajisjes me patent, atyre do të ndalohet drejtimi i automjeteve gjatë natës. Gjithashtu, drafti parashikon ndalim të plotë të drejtimit të automjetit në efektin e alkoolit gjatë vitit të parë të patentës. Ndërhyrjet prekin dhe masat administrative. Propozimet rrisin gjobat për tejkalimin e shpejtësisë dhe forcojnë ndalimin e përdorimit të celularit gjatë drejtimit të automjeteve, motorcikletave, monopatinave me motor dhe biçikletave.